Burri më thotë se kur të bëhemi me fëmijë e kur të filloj punë me një rrogë tamam fikse, do të jap dhe atij një pjesë të rrogës së tij që ta kemi për familjen. Dhe burri këtë gjë ma bën detyrim dhe nuk e lën në dorën time. Pra, nëse dua t'jap ose jo. Se nuk është puna se pa rrogën time jemi të varfër. Ndërkohë që unë kam dëgjuar disa hoxhallar që thonë gruaja nuk i jep lekët burrit e marr rrogën për vete. Këta hoxhallarët që mund ta ketë thonë këtë fjalë, inshallah e kanë pas një lloj justifikimi, por nuk ja kanë qelluar as pak. Në Islam ka dallim mes pasurisë së femrës dhe kur ajo punon mas martesës. Pasuria e femrës e fituar me trashëgimi ose ka biznese të mëhershme dhe i menaxhon ajo. Çdo pasuri e femrës është e femrës dhe s'ka të drejtë burri dhe bashkëshorti ta përvetësojë. Kjo është e vërteta. Dikush këtë të vërtetë e çon edhe tek pjesa e rrogës. Faktikisht nuk funksionon. Pse? Sepse ne jetojmë në bazë të një tradite dhe zakoni mbi të cilën ndërtohet jeta tek ne. Dhe ky zakon dhe kjo traditë mbi të cilën ndërtohet jeta tek ne është që burri dhe gruaja bashkëpunojnë me rrogat e tyre për të mbajtur familjen. Dhe ka një rregull në Islam që thotë tradita dhe zakoni konsiderohet pikë referimi. Pra merret konsiderat tradita dhe zakoni. 1. E dyta, dalja e gruas për të punuar lejohet pa lejen e burrit apo jo në Islam? S'lejohet në Islam. Pra duhet patjetër në miratimin e burrit. Edhe burri thotë, do me punu ti gru, po. Ky është kushti. Pra nuk ka asgjë që bie ndesh me Islamin në këtë pjesë. Përveç se nëse gruaja vën kusht, në fillim dhe i thotë, "Gjon, do të punoj?" A je dakord që të punojnë? Po. Mirë, unë po punova, do ta marr rrogën për shembull. Është gjë tjetër nëse ja thotë qysh në fillim. Unë që si burri thotë, po, dakord, ti mund të punosh, po është ky kushti. Atëherë duhet me ecë me traditën dhe me zakonin, dhe se kushti i vënë nga burri që rrogat kthehet në familje apo një pjesë e saj të kthehet në familje është kusht i saktë dhe i drejtë. Nëse gruaja nuk është dakord, mos dalit punoj. Trisim mretnesh ke shtëpia vet. Si princesh. Ja etiha rizquha min kulli mekanin. I vjen furnizimi në shtëpi nga të gjitha nahit, nga të gjitha krahët, edhe e ka stresin gjithmonë në ngrirje. S'ka nevojë as me dal herët, as me shku në orar, as me ik në orar, as me mor leje, as me pa shefin, as me pa shefen, as me shku atje, as me dal atje, mbret të resh. Do me punu. Burri thotë, dakord, do të punojsh, po kështu. Fjala e burrit në këtë rast është ligj, dhe se këta hoxhallar, nëse kanë fol dikush, unë nuk e di këtë thon dikush, nuk ja kanë qelluar. Me gjithë respektin dhe dashurinë që kemi për të gjithë hoxhallarët pa përjashtim.